Opa! Tu kemi dy çibuk, njëri pas tjetrit. Shiveni mbretëresha është e dëmtuar të krahët. Këtu vendosa këtë kornizën me çibuk dhe vendosim në nukleusin tjetër. Dhe do ta bllokojmë. Tash vendosim një kornizë të re afër pjellës. Kemi dy rrugë mjës të mira. Po ashtu, edhe këtu kemi dy rrugë të mjës të mira dhe këto. Përshëndetje të nderuar shikues të kanalit më të madh për bletari në gjuhën shqipe, Bletaria Shqip. Mirë se vini në episodin e radhës në të cilin kemi vendos të flasim për ndarje ose krijimi të shtesave në raste të caktuara. Konkretisht sot bëhet fjalë për një koloni e cila ka krijuar 3 çibuk. Për ata të cilët e kanë pa videon e shorts që e kemi hedhë dje, kolonia ka një pjellje të jashtëzakonshme, do të thonë mbretëresha. Kolonia është 10 rrugëmiz dhe me datën 12 ka pas 7 pjellje. Kurse kolonia është kontrolluar, do të thonë pa ditë dhe janë vërejtën 3 çibuk të hapur. Dje kemi bën një kontroll të thjeshtë dhe të shpejt, kemi vërejtë se ato çibuk janë të mbyllur, por ende kolonia nuk ka rojit. Tash kishte diskutime në rrjetet sociale se është rojitje apo është ndërrim i qetë ose ndërrim paqësor i kolonisë. Disa bletar thojnë se është ndërrim i qetë, disa bletar thojnë se është rojitje. Çibukët të cilët krijohen për ndërrim të qetë janë çibuk të cilët krijohen në mes të kornizës, domethënë kryesisht në mes të pjellës dhe jo në skanje. Kurse mendimi i disa bletarëve të tjerë thonë jo, s'ka rëndësi, mund të jetë edhe në skanje. Por do të kontrollojmë bashk, do të shohim si është gjendja e kolonisë, do ta gjejmë mbretëreshën, po ashtu edhe do të bëjmë ndarje dhe çfarë variacione të ndarjeve të mundshme mund të kemi në këtë rastin tonë konkret. Vendosa ta ndaj me ju, sidomos për bletarët e fillestar, të cilat mund të kenë një rast të ngjajshëm ose parafërsisht të ngjajshëm me çibuk. Jemi data 16 prill dhe ju ftoj që të ndiqni deri në fund këtë video sepse unë mendoj se do të ketë informacione të dobishme. Para se të fillojmë, unë vetëm se bëra një parapërgatitje, domethënë kolonia don zgjerim këtë rast. Kam afër vetes nukleust, të cilët do t'i shohim, po ashtu kam afër vetes korniza të reja, kështu që para se të vim të kolonia, vetëm se ne kemi një plan se çka duhet bëjmë dhe të përgatitemi. Jo pasi tapet kolonia, pastaj shko merr atë, shko merr këtë, sepse kjo e vënon procesin dhe i shkakton stres kolonisë. Ju ftoj që ta ndiqni deri në fund videon. Pa më bërkohë të shohim gjendjen e kolonisë. Siç ju thash se kolonia domethënë ka pasën me 5 prill ka pas 4 pjellje, me 12 prill ka pas 7 pjellje dhe kemi vërejt çibuk të hapur. Siç e përmenda më herët, gjendja e kolonisë nga kapaku është kjo. Vendosim këto anash. Këtu kemi çibukët. I shënojmë. Dyllit. Japim një tim, shifët nga lart se kolonia ka filluar, domethënë, zbardhjen e kornizave. Tu kemi vendosur pak dyll, po ashtu ka filluar edhe zbardhjen e kornizave, që do të thotë se ka prurje nga jashtë dhe është una mirë.
Çka duhet bëjmë? Puna e parë është ta gjejmë mbretëreshën. Kështu që do ta shohim edhe bashkërisht gjithë kornizat një nga një. Bismillah. Me shumë kujdes. Shumë kujdes dhe durim. Ushqim. Mjalti mbyllur nektar. Ana tjetër, zhvulosje. Ka filluar zhvulosja e mjaltit. Shifë këtu. Sepse edhe ashtu po ashtu edhe prezenca e meshkujve me të madhe. Opa. Opa. Shqiti korniza këtu. Në kësi raste, bletarëve ri ju preferoj që gjenë 2 veta, sidomos nëse keni një koloni e cila është paksa e zhurmshme. Vazhdojmë kornizën e dytë. Është për plot polen. Kamerën qëllimisht e pozicionova në këtë vend aty ku është, për arsye që t'i kapë këto dy nukleoset, shohim lëvizjet e rradhës që do i vajnë. Duhet mbajmë çdo sen mend që kemi kornizat, gjendjen e kornizave. Shumë janë të rëndësishme. Deri tash kemi 2 ushqim. Edhe duket se e bllokuar. Kjo kornizë ishte e bllokuar komplet. Më thonë ushqim dhe një jashtë kemi ushqim. Janë të rëndësishme kur bëjmë lëvizje. Pjell. Pjell e hapur. Këto pjellet që janë më të frira janë pjell mashkullore. Për ata që e sheh për herë të parë dhe nuk e di, kemi edhe ves të reja, bash ves 2 ditore. Për kërkojmë mbretëreshën. Mbretëresha, siç e dim, zakonisht gjendjet te pjella e hapur, pjella e re. Është mesditë dhe zakonisht në mesditë vletët janë më të lodhura dhe më të shqetësuara në përgjithësi. Edhe kjo kornizë është komplet me pjellje. Ja shohim bashkërisht. Pse na duhet mbretëresh në këtë rast? Na duhet për lëvizjet e radhës. Sepse ne në këtë rast do të bëjmë 2 ndarje. Domethënë do të shfrytëzojmë çibukët që i kemi këtu, pa mos e hudhë edhe mbretëreshën, sepse në momentin që lind mbretëresha, domethënë atëherë na prishet i gjithë plani. Por ata që duan mbretëresha të ngelet në kolonien bazë, edhe pse mund të bëjmë edhe një ndarje me mbretëreshën. Po nuk dua ta bëj, dua ta vazhdoj mbretëreshën. Punoj ende. Sipas disa informacione, kur mbretëreshna është e holluar, domethënë tek abdomeni, thuhet se po bën ndrrim të qetë. Nëse vazhdon pjellën, po ashtu nëse vazhdon pjellën, po bën ndrrim të qetë, sepse kur bën rojitje, atëherë ajo ndalon pjellën për disa ditë. Ashtu ishin disa përgjigje dhe komente me bletar të ndryshëm në rrjetet sociale. Ka shumë bletë, edhe mbretëretat e pashënuara, në kësi rast është pak vështirë për të gjendë. Sepse dhe lëvizin shpejt. Nuk e shoh hiç. Në momentin që e lëshoj kornizën mrenda ose e marr me lëshor në turrë disa bletë, dhe ja ku është korniza me këto 2 çibuk që ju thash. Shifeni? Ja. Tash në këtë rast, në këtë gjendje që jemi, besoj që jam të kap me kamerë, tu kemi 2 çibuk njëri pas tjetrit. Dhe nuk mund të shfrytëzojmë të dytë, sepse janë të ngjitur. Nëse e presim, njërin pa qëtër që do të dëmtohet tjetri. Kështu që në këtë rast çfarë bëjmë? E vendosim ashtu siç është, ose e shkatrojmë këtë më të dobtin, që të lindja e tjetri.
Mjafton me kaq. Vazhdon punën ki çibuk këtu. Këtu kemi pjellje të re. Shohim mos e kemi vallë mbretëreshën. Jo. Ana tjetër. Ja mbretëresha. Ja mbretëresha. Mbretëresha duket nga krahët e dëmtuar. Barku nuk e ka të hollë, po kërkon për qelit të lirë. Do të mundojmë ta kapi, ta afroj te kamera, ta shohim së bashku. Ja mbretëresha. Shihni mbretëresha është e dëmtuar te krahët. Po ka krahët e dëmtume. Ja. Do të lëshoj në kornizat e tjera. Te këto kornizat e kemi kalu këto. Ja. E lëshova, aty. Në bazë të gjendjes së mbretëreshës, unë mendoj se ajo koloni kishte për qëllim, domethënë, ndrrim të qetë. Kishte krahët e dëmtuar dhe disi ishte e lodhur. Këtu vendosa këtë kornizën me çibuk. Sepse këtu dua që të na lindi. Domethënë, ajo mbretëreshë dhe të krijojmë një shtesë. Pjellën e ka të mirë dhe ja çibuku tjetër. Ja ku kemi kornizën me çibukun tjetër. Edhe kjo është një çibuk perfekt, të cilin do ta vendosim në nukleusin tjetër. Pjellja është pa koment e mirë dhe vendosim në nukleusin tjetër. Janë këtë formë. Tani çfarë varianta kemi? Kemi disa opsione në këtë rast. Mund t'i japim edhe nga një pjellje dhe ushqim, ose të lëjmë ashtu nga një, por i duhet mizë. Edhe çka bojmë? I japim edhe mizë. Ose i vendosim komplet këtë kornizë me pjellje. Po s'ka nevojë vetëm me shkundim mizën. Ja. Ja se është pjellja. Pjellën e ka perfekte, por si duket po e dërzon frontin. Po ashtu veprimin e njëjtë do ta bëjmë edhe në kosherën tjetër. Kjo është me ushqim. Ashtu. Kjo me që është me ushqim do ta vendosim direkt në afër. Dhe do ta bllokojmë. Ja këtë formë. E mbyllim. Me kaq mjafton, do ta japim ushqimin edhe tek ndarja tjetër. Këta komplet siç është me mjaltë e vendosim këtu. Mizë ka mjaftueshëm për 2 korniza. Po ashtu e vendosim edhe bllokuesin që t'i thojmë se kaq është e madhe shtëpia jote dhe mos u lodh me pjesën tjetër të kosherës. Dikush pyeta mund t'i japim korniza nga koloni tjera? Po sigurisht mund t'i vendosim edhe miza, po ashtu edhe korniza nga koloni tjera pa problem fare. Çka vojmë? E mbyllim edhe këtë. Dhe pas pak të dyjave nga koloni të ndryshme do t'i japim
kornizë së bashku me mizën, ashtu siç janë. Çka na ka ngel këtu? Këtu na ka ngel kjo korniza me pjellë këtu. Tash vendosim një kornizë 3 afër pjellës. Pastaj vendosim këtë me ushqim. Sepse nëse e mbani mend në fillim të videos, kishim edhe këtë me ushqim. Tash kemi 1, 2, 3, 4 me pjellë. Perfekt. Dua ta shoh edhe një herë mbretëreshën për shkak se shërova me ngjyrë ndonjëherë pas ngjyrës e sulmojnë mbretëreshën. Rrallë ndodh, por sidomos nëse markerat nuk janë të mirë, shkaktimi këtu një tufë me blet, nuk ka shkur gjë. Dikush mund të pyesë a mund të bëjmë ndarje tjetër? Po, mund të bëjmë, ta heqim mbretëreshën me dy korniza njëjtë dhe këtu prapë krijohet një çibuk tjetër. Po unë nuk dua ashtu. E du, domethënë të vazhdoje puna këtu, sepse kjo mund prapë të krijojë çibuk për ndërrim. Dhe mund të dalin domethënë çibuk prapë shumë cilësor. Ja mbretëresha. Mbretëresha po shetit lirshëm, siç u thash se është mjaft mirë e dëmtuar nga krahët. Kjo është një ndërrim i qetë, e vendosim pa problem fare. I japim edhe një tim këtu. E largojmë këtë pjellën këtu afrojmë. Gjithçka që keni paqartësi, çdo sen ose diçka nëse kam harruar tregoni në komente. E vendosim edhe një kornizë të re ose të punuar. Mund të vendosim me kornizë të punuar që mbretëresha të ketë mundësi të lëshoj vejës. Po ato do të vendosim ndërmjet kësaj kornize dhe këtu. Një sekond shka ta marrë një kornizë të punuar, sepse këtë nuk e mendova. Ja korniza është e mirë perfekt. E hapim me shumë kujdes. E vendosim këtu. Dhe jemi shumë okej. E mbyllim, bletët janë pak shqetësuar, me kuptohet, është normale për shkak se jemi mbas dite rreth orës 18 dikon, sepse sa kemi ardhur nga puna dhe do ta bëjmë intervenimin e radhës. E vendosim edhe një bllokues këta, sepse ka mundësi ndonjëherë kolonia lëshon dyllën e vet. Dhe i themi s'ke nevojë sepse do ta bëjmë një kontroll pas disa dite. Me kolonien bazë mbaruam. Ju thash se mund të bëjmë edhe një ndarje. Mbretëresha largohet me dy korniza me pjellë, këtu do të kthehet bleta e kullosës dhe do të fillojë një çibuk tjetër. Por nuk do ashtu e vazhdoj procesin e kolonisë me mbretëreshën aktuale. Atëherë, siç ju thash se tek këto dy nukleuse ne mund të japim pjellë ende. Kemi dy rrugë mjës të mira, po ashtu edhe këtu kemi dy rrugë të mjës të mira dhe këto janë grumbullu, i lëshojmë poshtë. Edhe va bëjmë me dije se jemi në rregull. Do t'i marrim edhe dy korniza me pjellë nga koloni të ndryshme, për këtë koloni nga një koloni dhe për këtë nukleus nga një koloni tjetër. Dhe do t'i vendosim, domethënë, në pozicionin e skajit, me qëllim që qibuku të jetë në mes. Ne do të veprojmë edhe me nukleusin tjetër. Si vonë kjo tash e shoh. Edhe në diçka tjetër, dikush mund pyesë, a kemi pas mundësi t'i marrim çibuk dhe t'i presim? Po, kemi pas mundësi t'i marrim çibuk dhe t'i presim, t'i fusim në këto kafaz të cilat shërbejnë për lindje të mbretëreshave.
Pasi lindin duhet t'i fekundojmë është komplet një procedurë tjetër. Por unë vendosa që të lindin këto, të fekundohen dhe t'i vazhdojmë zhvillimin si një nukleus. Vazhdojmë t'i marrim kornizat dhe kthehemi më njëherë. Kemi marrë këtë kornizë, e cila ka vetëm bletë të reja dhe pjellje nga një koloni tjetër. Gjithë të pjellje janë bletë infermiere të cilat po ushqejnë larva. Dhe ne çka bëjmë? E vendosim këtu në skajnë të nukleusit. Dhe mbyllim. Morëm një kornizë tjetër, të cilën do të vendosim në kosherën tjetër. Ja edhe korniza tjetër, e cila do të vendosim në ndarjen tjetër. Kjo është kornizë me pjellje të mbyllur. Mund t'i vendosim ushqim. Kjo kolonia ketë rezervë ushqimore, edhe pse kemi vendosur nga një kornizë të plotë. Atëherë, të nderuar vletarë të ri, çka ndodh në vazhdim? Pas disa dite do të lindin mbretëreshat, shpresojmë që të fekundohen dhe lëshojnë vesë të tyre me mbretëreshat e vitit 2026. Kjo ishte një video të cilën pata dëshirë të ndaj për vletarët e ri, sepse shpesh gjenden në situata të tilla dhe nuk e dinë si të veprojnë. Kjo ishte vetëm një teknik që e përdori une, sepse vletarët të ndryshëm mund të përdorin edhe ndonjë teknik tjetër, sepse ka lloj-lloj varianta dhe manovrime në raste të tilla. Shpresoj që kjo video të ju ketë pëlqy. Nëse keni ndonjë paqartësi, nëse keni diçka që nuk ka qenë e qartë ose ndonjë veprim të cilën nuk jeni dakord, ose keni ndonjë ide më të mirë, atëherë lirisht mund na komentoni. Unë ju përshëndes, shpresoj të ju ketë pëlqy video. Këtë mund ta konfirmoni me një like në fund. Po ashtu nëse nuk jeni të abonuar në kanal, shtypeni butonin subscribe për më shumë video të tilla dhe ju dëshiroj një sezon të mbarë. Mirëmbëngjes.